Parashikimi I motit në RTS. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në hapësirën e motit. Gadishulli I Ballkanit po ndikohet nga zonë e presion të lartë atmosferik e cila ka sjellë stabilitet të kushteve atmosferike edhe në territorin e Shqipërisë. Por në vendin tonë për orët e mbrëmjes do të kemi kthjellime dhe vranësira mesatare deri të dendura kryesisht në zonat lindore. Temperaturat të regjistruan vlera në zonat malore 10-22 grad, zona qendrore 12-24 grad, në Bregdet 14 maksimumi 25 grad Celsius. Edhe në Kosovë për ditën e hënë moti do të jetë I qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira të pakta. Temperaturat do të luhaten 7-10 grad në mëngjes, 17 maksimumi 21 grad në orët e drekës. Fillimi I javës në vendin tonë moti do të jetë me kthjellime dhe vranësira të pakta deri mesatare, kryesisht në zonat malore pasdite. Era do të jetë me drejtim veri perëndim me shpejtësi 15 metër për sekondë dhe dallgëzim të forcës 4 në det të hapur, por temperaturat do të jenë me rritje në mesditë. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj bashkë natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.